Një koncert futurist në Kin ka marrë vëmendjen e rrjeteve sociale, pasi këngëtari kinezo-amerikan Wang Leehom u shfaq në skenë i shoqëruar nga robot humanoid valltar, duke krijuar një spektakël të pazakontë, që duket sikur vjen direkt nga filmat fantastiko-shkencor. Gjatë koncertit të turneut Best Place Tour, mbajtur në qytetin Chengdu, disa robot humanoid Unitree G1 ju bashkuan artistit dhe balerinëve njerëzor në një performancë të sinkronizuar vallëzimi. Të veshur me pantallona të gjera dhe këmisha me shkëlqim, robotët u shfaqën në skenë gjatë këngës Open Fire, duke lëvizur me precizion mekanik, në harmoni me muzikën dhe ndriçimin live. Momenti që la më shumë bresa ishte kur disa prej robotëve realizuan salto përpara, pothuajse në sinkron të përsosur, duke shkaktuar reagime të forta nga publiku. Sipas organizatorëve, qëllimi i koncertit ishte të tregonte se inteligjenca artificiale dhe robotika mund të pasurojnë shprehinë artistike dhe jo të zëvendësojnë performuesit njerëzor.